Përshëndetje, sot jemi në një aktivitet shumë të rëndësishëm në fakt, pasi kemi bashkuar dy forcat bashku, pikërisht qendrën ABA, që është në mbështetje të fermerëve me një platformë interesante online, dhe shoqatën LEA, shoqatën kombëtare të blegtorëve shqiptarë. Qëllimi i takimit sotëm është në fakt një rifreskim i disa njohurive që tashmë janë ekzistente, janë prezente në Shqipëri në fushën e riprodhimit në gjedh, por njëkohësisht edhe orientimi i pjesëmarrësve drejt disa teknologjive të reja bashkëkohore. Njëkohësisht, duke qenë se biosiguria po bëhet gjithnjë më shumë një element i rëndësishëm për fermat shqiptare, krahas çështjeve të riprodhimit, ne do të trajtojmë sot në takim edhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me biosigurinë. Ne do të ndalemi sot duke u fokusuar kryesisht në problemet të cilat kanë të bëjnë me riprodhimin në gjedh, ku do të merren parasysh disa elementë kryesor të cilët kanë të bëjnë me eficiencën në riprodhim, pasi motoja e çdo fermeri sot duhet të jetë të marrim një vit në vit. Njëkohësisht në aspektin e riprodhimit ne do të trajtojmë edhe disa elementë të cilët kanë të bëjnë me faktorët që ndikojnë në riprodhim, dhe këtu do të diskutojmë bashkërisht se cilët janë faktorët më kryesorë që na ndikojnë në fushën e riprodhimit. Ashtu gjatë takimit të sotëm do të prekim edhe një element shumë të rëndësishëm, atë të ndryshimeve klimatike dhe impaktin që kanë ndryshimet klimatike për sa i përket fushës së riprodhimit. Jemi në prag të një sezoni që pritet përsëri të jetë me temperatura të larta, pritet përsëri të jetë i gjatë me temperatura të larta, dhe prandaj ne duhet të orientojmë vetveten këtu si pjesëmarrës, por njëkohësisht të orientojmë edhe fermerët më aq sa mundemi se si duhet reaguar në kushtet e këtyre temperaturave të larta. Dhe pastaj do të kemi edhe një pjesë të dytë të takimit, e cila do të jetë ngushtësisht e lidhur me fushën e biosigurisë. Për faktorët kryesor që ndikojnë në procesin e riprodhimit, ku menaxhimi është një nga faktorët më kryesor. Përjashtuar disa ferma të mëdha që me të vërtetë kanë bërë një progres dhe mund të gati revolucion, por ato janë në gishtat e drogës, ndërsa pjesa më e madhe e fermave kanë probleme pastaj me menaxhimet në përgjithësi. Nga menaxhimi, mënyra se si trajtojnë lopët veçanërisht në periudhën e tharjes dhe periudhën direkt pas hedhjes. Mastitet ne I kemi ndarë në vete si faktor, sepse janë shumë të rëndësishme për çështjet e riprodhimit dhe I kemi pothuajse masivisht të përhapur në fermë. Të gjitha studimet tregojnë se mënyra e menaxhimit dhe mjedisit janë faktori kryesor, që përbën 96% të gjithë gjës. Pra nëse gjithë gjëja suksesi është 100%, 96% është mënyra e menaxhimit dhe mjedisit ku janë të vendosur. Lopa vetë është 3% e suksesit në riprodhim, dhe deli shikoni ka vetëm 1% faktor. Për ta arritur këtë, ne kemi vendosur disa parametra ose indikator apo tregues që duhen mbajtur parasysh. Area normale e nafsh është 35 deri në 60 ditë pas vjedhjes. Lopët që nuk shfaqin nafsh brenda një 60 ditë pas vjedhjes duhen kontrolluar. Dhe është e kuptueshme, sa më i vështirë do të bëhet shfaqja e afshit, sa më i vështirë të jetë zbulimi I afshit, aq më pak sukses kemi në riprodhim. Mëshqerat kanë tendencë të kenë një cikël më të shkurtër, 18-20 ditë, dhe kozgjatja e afshit përgjithsisht është 12 ditë. Dhe prandaj ju përdorni atë protokollin paradite, mbasdite ose mbasdite, paradite në ditës. Padyshim, marrja, mbajtja, shënimi e të dhënave është shumë e rëndësishme. E kemi pjesëtuar me 30.5 ditë që është mesatarja e një muaji. Dhe bashkëpunia na del mesatarisht 9.3 muaj. Kemi padur fatkeqësisht raste që
2 nga veterinar, nga teknik, që arrin të bëjnë deri dhe 11 inseminime në një vit. Ajo që ne zakonisht rekomandojmë është 3, është maksimumi, rregullar është inseminimi për herë të parë të shkerave, një kombinim midis moshës. Atëherë në përmbyllje, siç diskutuam, ne do t'ju ftonim që të bëni për ata personat cilët nuk janë ende të regjistruar në platformën ABA online, të bëni regjistrimin në këtë platformë, duke u futur në celular në adresën www.abaonline.al. Dhe këtu keni gjëra nga më të ndryshme. Keni informacion qoftë për fëmijësinë, qoftë për plektorinë. Si informacion. Pastaj, keni mundësinë të bëni pyetje. Qoftë nga fusha e fëmijësisë, qoftë nga fusha e plektorisë. Është një rubrikë këtu e cila është pyet ekspertin edhe ti dërgon pyetja.